Shkodra nuk është se njihet shumë për përdorimin e monopatinave, por në qytetin e Shkodrës ditën e sotme ka pasur disa kontrolle nga policia e Shkodrës, ku duhet thënë që në shumicën e rasteve kanë qenë këshillime për gjithë ato të rinj, kryesisht të cilët përdorin monopatinat. Në fakt, në qytetin e Shkodrës, siç e thash, nuk është se ka një përdorim shumë gjerë të monopatinave, pasi Shkodra njihet ndryshe si qyteti i biçikletave dhe çdo qytetar e ka shumë të thjeshtë për të lëvizur me biçikletë, pasi tashmë është një rutinë, por duhet thënë që vitet e fundit me trendet e reja janë kryesisht ata të rinj, të cilët kanë filluar që të përdorin edhe monopatinat. Fatkeqësisht duhet thënë që në Shkodër, si pasojë e aksidenteve me monopatina, ka pasur edhe një humbje jete. Një person 35 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të shkaktuar nga humbja e kontrollit të monopatinës, por duhet thënë që nuk është një fenomen përdorimi në masë për ta krahasuar me biçikletën. Siç e thash, Shkodra mbetet, le të themi, përdoruese tradicionale e biçikletës, si një traditë, një mënyrë me të cilën njihet në gjithë botën Shkodra.